Do me thonë trupi, le tjetë në gjendje komode, duart nuk duhet të kryqëzojmë, i vendosim kështu mbi kofshë, i lëshojmë pak shpatullën të poshtë, dhe unë të numëroj tani nga 3 deri 1 dhe në 1 do t'i mbyllim sytë dhe pastaj thjesht më ndiq duke dëgjuar zërin tim. 3, 2, 1 dhe mbylli sytë. Goja gjatë meditimit është e mbyllur. Sigurohu që marrja dhe nxjerrja e frymës ndodh rrjedhshëm, butë, nëpërmjet hundës dhe barkut. Pra ti merr frymë rrjedhshëm me hundë dhe me bark. Unë dua që të mendosh tani se fryma jote është ura lidhëse me shpirtin. Tani dua që bashkërisht të bëjmë një frymarrje të thellë nëpërmjet hundës dhe një frymënxjerrje të gjatë, po ashtu nëpërmjet hundës duke i lëshuar edhe pak shpatullat të poshtë. Nga tani dëgjoje zërin tim dhe vetëm zërin tim. Unë dua që ti me vëmendjen tënde të përqendrohesh tek barku jot dhe të perceptosh lëvizjet e barkut. Thjesht percepto për një moment se si kur ti merr frymë, barku ngrihet, kur ti e nxjerr frymën, barku ulet. Thjesht qëndro me vëmendjen tënde tek lëvizjet e barkut. Ti merr frymë rrjedhshëm, barku ngrihet, ti e nxjerr frymën, barku ulet. Shijoje për një çast këtë moment. Qëndro me vëmendjen tënde tek lëvizjet e barkut. Nëse kapesh pas ndonjë mendimi, është në rregull. Thjesht mos i gjyko mendimet, mos vlerëso. Nuk bëhet tani fjalë për mendimet e tua. Bëhet fjalë për qetësinë tënde. Thjesht, pa gjykuar, pa vlerësuar, ti kthehesh me vëmendjen tënde përsëri te lëvizjet e barkut. Shumë bukur, të lumtë. Qëndro edhe pak tek barku jot. Ndjeje marrjen dhe nxjerrjen e frymës. Shumë bukur. E ndjen tani se si me çdo marrje dhe nxjerrje të frymës, trupi jot relaksohet më tepër dhe më tepër. Dhe bashkë me trupin, edhe mendja qetësohet. Ajo bëhet më e qetë. Lëri mendimet të vinë dhe të shkojnë. Mendimet gjithmonë duan të lëvizin. Ndërsa ti, thjesht vëzhgose çfarë ndodh me mendimet e tua. Ata vinë dhe shkojnë. Ti nuk gjikon, nuk vlerëson. Vetëm je. Tani do numëroj nga 3 deri 1. Edhe në 1, thjesht vetëm je. 3, 2, 1. Marrja dhe nxjerrja e frymës është rrjedhshëm. Perceptoj gjithçka. Perceptoje trupin tënd. Teshat që i ke veshur në trup. Percepto pjesën e dyshemes ku i ke të vendosura këmbët. Vendin ku je ulur. Ndjeje peshën e trupit që ushtron në vendin ku je ulur. Frymarrja jote është e thellë, e lehtë. E ndjen relaksimin se si përhapet në tërë trupin tënd. Mendja jote qetësohet dal nga dal. Një eksperiencë e bukur. Tani dua që të bësh një frymarrje të thellë dhe një frymënxjerrje të gjatë. Ndjeje qetësinë dhe lehtësinë që përhapet në trupin tënd. Dhe unë dua që pastaj kur do t'i hapësh sytë, këtë ndjen të këndshme, këtë qetësi, këtë relaks, ta marrësh me veten. Tani do numëroj nga 3 deri 1. Dhe në 1, nga dalë hapi sytë. 3, boj edhe një frymarrje të thellë. 2,
Tani dua që të mendosh vetëm një fjali. Thuaj vetes në hesqje. Faleminderit që eksistoj. Dhe një nga dal hapi syt. Bravo, mjeshtër. Faleminderit Në shumë. të vërtetë më futën meditation. Faleminderit shumë. Respekte, faleminderit juve që na mundësu. Emision fantastik sonte ka qenë. A këtu ku shikona? Faleminderit Të shikues të prekshëm dhe nderuar. të kafshëm. Me neve sonte profesorët Am Ramadani, mjeshtri i meditimit, po ashtu mjeshtri tjetër i meditimit, Sheki Husein. Unë thashë më herët, Mjeshtri madh. Maharishi edhe Osho shqiptar. Faleminderit shumë. Natën e mirë ka që se për sonte, shihemi hera tjera sigurisht.